tuar. ISUV është furnizuar me kite me vlerë gati 20 milion lek për periudhën kohore 2022-2024. Furnizimet janë shpërndar me njerë në laborator, pa qëndruar në magazin qendrore. Përdorimi tyre nuk është dokumentuar me procedurat të miratuara, mungonte një sistem për monitorimin e skadencave, si dhe një sistem sinjalizues në prag skadence, ndërsa administrimi bëhej manualisht. Mbetjet laboratorike nuk regjistroheshin në regjistrat posaçëm dhe nuk ruheshin në ambiente të dedikuara. Magazina qendrore nuk plotësonte kushte teknike për ruajtje në zinxhir të ftohtë. Po ashtu, auditimi i kontrollit të lartë të shtetit ka konstatuar shkelje në hartimin e specifikimeve teknike, mungesë argumentimi teknik, mos përfshirje specialistësh fushë, ndarje të pajustifikuar në lote, vendosje kriteresh të pa argumentuara dhe mos verifikimi plot të dokumentacionit gjatë zbatimit të kontratave. Në disa raste nuk janë administruar certifikata kalibrimi, nuk është verifikuar stafi i autorizuar për servis dhe nuk janë dokumentuar të dhënat të rëndësishme si origjina dhe skadenca e mallrave. Për sa i përket analizave të kryera jashtë vendit për periudhën 2022-2024, janë shpenzuar rreth 1.880.000 euro, pra rreth mesatarisht 627.000 euro viti për laboratorin C Group në Belgjik. Përfshirja e TVSH-s në vlerën gati 21% në fatura ka sjell një kosto shtesë prej afërsisht 298.000 euro, ose ndryshe gati 33 milion lek. Kjo është konsideruar nga KLSH-ja si përdorimi i fondeve pa ekonomicitet. Po ashtu procesi i përzgjedhjes së laboratorëve të huaj është kryer pa urdhërin përkatës të ministrit dhe pa studim të mirëfillt krahasues. Nuk e kam parë atë prioritet që duhet të ketë siguria ushqimore, no? Institucionet përgjegjëse, Ministria e Policisë së Ushqimit, institucionet e tjera, më duket sikur janë vetëm në pozicion pasiv. Domethënë ndodh problemi dhe ata janë të detyruar të evidentojnë ose të prononcojnë, por jo që të jenë pararoj të problemit të zgjidhjes së problematikave. Ky është mendimi im, ndoshta. Tuar